Vetë shkuarja e pejgamberit alajhissalam tek Khadija, te gruaja e tij, ku kërkoi që të mbulohet me që ishte kapluar nga ethet, ishte kapluar nga shqetësimi dhe kërkoi që të mbulohet, shkuarja tek shtëpia të ndërruar tregon se pejgamberi alajhissalam, domethënë, e gëzonte një jetë të lumtur, e gëzonte një jetë të mirë me gruan e tij. Andaj shkoi në shtëpi. Kështu duhet me qenë shtëpia, duhet me qenë qetësi, siguri për njerin. Njeriu kur ka pa siguri, kur ka frikë, duhet me gjetë qetësinë dhe prehjen dhe përkrajin në shtëpinë e tij, dhe jo e kundërta. Ka njerëz që kur duhen mu qetësu dalin për shtëpisë. Kur duhen pushu dalin për shtëpisë. Kur duhen me mu relaksu, largohen nga familja e tyre. Dhe kjo është padyshim qasje e gabuar. Dhe kjo është problem familjar që duhet me trajtu, nga se Allahu xhallahu ala shtëpinë e ka bërë qetësi. Prandaj edhe e ka quajtur seken. Në Kur'an shtëpia quhet seken. Seken është vend ku qetësohesh, është vend ku ndihesh i sigurt. Dhe kjo vlen edhe për gruan, por edhe për burrin. Gruaja duhet të jetë e sigurt në shtëpinë e saj. Duhet të jetë e nderuar në shtëpinë e saj. Jo që atë që i duhet ta gjen jashtë shtëpisë, ta kërkon jashtë shtëpisë, por ta gjen brenda shtëpisë së saj. Dhe mbetja e gruas në shtëpitë në vëllezër nuk është poshtnim për të, larg asaj, nuk është nënçmim për të, por është nderim që ajo realisht të ndërton një vend të sigurisë, të ndërton një vend të edukimit, të frymëzimit, të inkurajimit, edhe për burrin e saj, por edhe për fëmijët e saj. Pa i roli i gruas brenda shtëpisë është rol shumë i madh, i rëndësishëm dhe vendimtar për shoqërinë. Dhe në vlerësimi i këtij roli, duke i dhënë gruas role të tjera jashtë shtëpisë, realisht e zbe rolin e shtëpisë. Dhe pastaj edhe shtëpinë e bën vend të pasigurt. Edhe shtëpinë e bën vend ku një nuk gjen qetësi. Pastaj sesli del jashtë shtëpisë për ta kërkuar lumturinë jashtë mureve të shtëpisë. Dhe kjo pastaj nënkupton rënimin edhe të shoqërisë, pasi veç ka filluar të rënohet familja. Dhe kjo është mesazh i rëndësishëm që e marrim ne në këtë rast kur pejgamberi alayhis salam edhe pa shpallje, ende nuk kishte mozimet e fesë, por megjithatë kishte ndërtuar një raport shumë të mirë me gruan e tij. Dhe raporti mira bashkëtorë garantojnë një frymë të mirë brenda familjes. Prandaj të ndërvëllazër duhet me investu, duhet me u interesu, duhet me u angazhu që të ndërtohen raporte të mirëfillta bashkëtorë, një bashkëpunim i ndërsjellët, një plotësim i njëri tjetrit dhe një ndërtim i duhur i shtëpisë ku realisht brenda saj ndërtohet edhe edukimi i mirëfillt i gjeneratave.